e din që kjo qeveri nuk është në shërbim të tyre. Ata kanë mujtë... Kajtazi po thotë që është në shërbim të organit akuzës. Që është një deklaratë fortë. Para një muaj dite, para një muaj... Unë përmena disa argumente. Arre edhe një Dacici kur e falenderën Ministrën e Jashtme të Kosovës, që ka kontribu. Dacici mund të bëjë edhe propagandë. Po nuk rejke. Po e bazën në deklaratën e Ministrës e Jashtme. Dhe ajo është fakte, ndryshe është kur flet diçka abstrakte. Dhe vetëm ta përfundoj. Dhe para një muaj dite, kryeministri Kurti Sulmej atje është më thashën që po përzidhin politikë këtu, që është faktor faktikisht rëndues për një person që është i përballur atje dhe që ndërhyn këtu, ai nuk është lehtësuese. Nuk është rastishme, thoni? Jo, nuk është rastishme. Jemi mësuar diçka. Në mas pare kem kryeministrin veteran të rrejshëm luftëtar. Është burgos të këqyr Deutsche Welle. Në Banesë. Është veteran i rrejshëm luftëtar. Çfarë luftëtarja? Çfarë luftëtarja? Çfarë luftëtar që nuk janë 60.000, janë 600.000.